Askush në sallën e gjyqit nuk e priste që një padje e zakonshme do të shndërrohej në sekretin më të madh të një familjeje. Arditi, vetëm 25 vjeç, kishte vendosur të padiste gjyshin e tij 95 vjeçar për një pronë që, sipas tij, i ishte marrë padrejtësisht familjes. Ai ishte i bindur se po luftonte kundër një plaku që kishte fshehur pasurinë dhe kishte shkatëruar jetën e njerëzve të tij. Por në momentin kur gjyqtarja kërkoi të kontrolloheshin dokumentet e vjetra të familjes, avokati i 95 vjeçarit nxori një zarf të zverdhur nga një dosje. Brenda tij ishte një certifikat lindjeje. Gjyqtarja e lexoi në heshtje, pastaj ngriti syt drejt Arditit. Zotëri, a e dini kush është nëna juaj? Arditi mbeti i hutuar. Sigurisht, ajo ka vdekur kur isha i vogël. Gjyqtarja heshti për disa sekonda. Pastaj tha fjalët që do t'i ndryshonin jetën përgjithmonë. Babai juaj nuk ka vdekur sepse personi që sapo paditet mund të jetë vetë babai juaj. Në sallë ra një heshtje e frikshme. Arditi u kthye ngadalë drejt burrit 95 vjeçar. Plaku nuk po e shikonte më gjyqtaren, po shikonte vetëm atë. Dhe për herë të parë në sytë e tij kishte lot. Burri që e quante gjysh. Arditi ishte 25 vjeç dhe gjatë gjithë jetës kishte besuar se e dinte historinë e familjes së tij. Ai ishte rritur me nënën e tij, Mirelen, një grua e qetë që kishte punuar gjithë jetën për t'i siguruar djalit një jetë normale. Për babain, Arditi dinte vetëm një gjë: kishte vdekur para se ai të lindte. Të paktën kështu i ishte thënë gjithmonë. Pranë tyre jetonte edhe gjyshi, një burr 95 vjeçar me emrin Viktor. Viktori ishte i pasur. Kishte disa prona, një vilë të vjetër në periferi dhe një biznes që dikur kishte qenë ndër më të njohurit në qytet. Por marrëdhënia mes Arditit dhe Viktorit nuk kishte qenë kurrë e ngrohtë. Që fëmijë, Arditi e kishte ndjerë se plaku e shikonte ndryshe. Jo siç shikon një gjysh nipin. Ishte diçka tjetër. Një përzierje faji, frike dhe dhimbjeje. Sa herë që Arditi e pyeste për babain, Viktori ndryshonte me njëherë temë. Mos folim për të kaluarën, i thoshte. Por unë dua të di kush ishte babai im. Viktori vetëm ulte kokën. Një ditë do ta mësosh. Arditi e kishte urryer atë përgjigje, sepse ajo një ditë nuk kishte ardhur kurrë. Deri atë mëngjes. Gjithçka nisi kur Arditi zbuloi se vila e vjetër e familjes do t'i kalonte një kompanie private. Sipas dokumenteve, Viktori kishte firmosur shitjen. Arditi u tërbua. Ajo shtëpi kishte qenë e nënës së tij për dekada. Ishte vendi ku ai kishte kaluar fëmijërinë. Dhe tani, në moshën 95 vjeçare, Viktori kishte vendosur ta shiste pa pyetur askën. Arditi shkoi drejt në shtëpinë e tij. Pse e shite shtëpinë? Viktori ngriti syt nga koltuku. Sepse është prona ime. Jo, ajo shtëpi është edhe e familjes sime. Plaku heshti. Ardit, mos e bëj këtë. Çfarë të mos bëj? Mos e hap atë derë. Arditi u afrua. Cilën derë? Viktori nuk foli. Arditi e kuptoi se kishte diçka që ai po fshihte. Do të çoj në gjyq. Për herë të parë, fytyra e Viktorit u zbardh. Jo. Po. Ardit, të lutem. Për 25 vjet më ke fshehur të vërtetën për babain tim. Tani do ta zbuloj gjithçka. Arditi u largua. Disa javë më vonë, të dy u gjendën në sallën e gjyqit. Arditi kishte një avokat të ri dhe ishte i bindur se kishte të drejtë. Viktori, 95 vjeç, qëndronte në anën tjetër të sallës, i mbështetur në bastun. Gjyqtarja filloi të shqyrtonte dokumentet. Zoti Viktor, a e pranoni se e keni shitur pronën? Po. Dhe a e pranoni se prona është përdorur nga familja për shumë vite? Po. Arditi buzëqeshi lehtë. Mendonte se çështja po shkonte në favor të tij, por pastaj avokati i Viktorit u ngrit. E nderuar gjykatëse, kemi një dokument që mund të ndryshojë të gjithë çështjen. Ai vendosi një dosje të vjetër mbi tavolinë. Gjyqtarja e hapi. Brenda kishte dokumente të vjetra, letra dhe një certifikat lindjeje. Ajo filloi ta lexonte. Pastaj u ndal. Fytyra e saj ndryshoi. Ajo e lexoi edhe një herë. Arditi u ngrit nga karrigia. Çfarë shkruhet aty? Gjyqtarja ngriti syt. Zoti Ardit duhet të flasim për të dhënat e lindjes suaj. Ai ndjeu zemrën t'i rrihte fort. Çfarë kanë ato? Gjyqtarja pa Viktorin. Plaku po dridhej. Dhe atëherë ajo tha. Emri i babait në këtë dokument është Viktor. E vërteta që u fsheh për 25 vjet. Salla e gjyqit u mbush me një heshtje të rëndë. Arditi nuk po merrte frym normalisht. Ai shikoi gjyqtaren, pastaj dokumentin dhe në fund Viktorin. Jo, kjo nuk është e mundur. Gjyqtarja e vendosi certifikatën mbi tavolinë.
Dokumenti është i regjistruar në arkivat civile. Emri i babait është Viktor Hoxha. Arditi qeshi me nervozizëm. Viktor Hoxha është gjyshim. Askush nuk foli. Avokati i Viktorit uli kokën, ndërsa 95 vjeçari mbante syt për to. Arditi ju drejtua atij. Thuaj diçka. Viktori nuk reagoi. Ti je gjyshim. Kështu më ka thënë nëna ime gjithë jetën. Plaku më në fund ngriti syt. Sytë e tij ishin mbushur me lot. Më fal, vetëm 2 fjalë, por ato 2 fjalë e goditën Arditin më fort se çdo gjë tjetër. Për çfarë? Viktori heshti. Arditi u afrua. Për çfarë duhet të më falësh? Plaku mori frym thellë. Sepse të kam gënjur. Arditi ndjeu një boshllëk në stomak. Pra është e vërtet. Viktori nuk mundi të fliste. Gjyqtarja kërkoi qetësi në sallë dhe i kërkoi avokatit të shpjegonte dokumentet. Avokati hapi një tjetër dosje. E nderuar gjykatëse, kemi edhe një dokument të vitit kur lindi Arditi. Ai nxori një fotografi të vjetër. Në fotografi ishte një djalë i ri, rreth 30 vjeç, duke mbajtur në krah një foshnjë. Arditi e mori fotografin. E shikoi gjatë. Pastaj fytyra ju ngrir. Ai e njihte atë burr. Ishte Viktor, por shumë më i ri. Në pjesën e pasme të fotografisë kishte një datë. Ishte vetëm pak ditë pas lindjes së Arditit. Kush e bëri këtë fotografi? Pyeti ai. Viktori u përgjigj me zë të ulët. Nëna jote. Arditi ndjeu syt ti mbusheshin me lot. Pse nuk ma thatë? Viktori shtrëngoi duart. Sepse ajo më kërkoi të mos ta tregoja kurrë. Pse? Plaku uli kokën. Sepse unë isha arsyeja pse ajo u largua. Arditi mbeti i shtangur. Nëna e tij i kishte treguar gjithmonë se babai kishte vdekur, por tani po kuptonte se historia mund të kishte qenë krejt ndryshe. Çfarë i bëre nënës time? Viktori mbylli syt. Asgjë që mund ta justifikoj. Çfarë i bëre? Plaku filloi të qante. Kur mora vesh se ajo ishte shtatzën, unë isha i martuar. Kisha familje. Kisha një emër për të mbrojtur. Dhe bëra zgjedhjen më të keqe të jetës sime. Arditi nuk po lëvizte. Ti e braktise? Po. Dhe më pas më quajte nip. Viktori ngriti syt. Sepse ajo ishte mënyra e vetme që mund të qëndroja pranë teje pa ta shkatëruar jetën. Arditi u kthye nga gjyqtarja. Dua një test ADN. Avokati i Viktorit ndërhyri. Kjo nuk është e nevojshme. Ka edhe dokumente të tjera. Por Arditi e ndërpreu. Unë dua ta di të vërtetën nga shkenca. Jo nga letrat. Gjyqtarja miratoi kërkesën. Ditët që pasuan ishin të tmerrshme. Arditi nuk fliste me askën, as me nënën e tij, as me Viktorin. Por një natë, ndërsa po kërkonte dokumentet e vjetra të familjes, gjeti një zarf të fshehur brenda një libri. Në pjesën e përparme shkruhej: për Arditin nëse një ditë më uren. Duart i filluan t'i dridheshin. Ai e hapi. Brenda ishte një letër e shkruar nga nëna e tij, dhe fjalia e parë e bëri të ndalonte frymën. Bir, nëse po lexon këtë letër, do të thotë se më në fund ke zbuluar se kush është babai yt. Por ajo që shkruaj më poshtë ishte edhe më tronditëse. Sepse nëna e tij nuk e kishte fshehur Viktorin vetëm për shkak të turpit. Ajo kishte frikë se Viktori mund të përfundonte në burg për atë që kishte bërë 25 vjet më parë. Sekreti që ndryshoi gjithçka. Arditi e mbajti letrën në duar për disa sekonda pa mundur të vazhdonte. Zemra i rrihte fort. Ai kishte kaluar 25 vjet duke menduar se babai i tij kishte vdekur. Pastaj kishte mësuar se babai ishte gjallë. Dhe akoma më keq. Babai i tij ishte njeriu që ai e kishte quajtur gjysh. Por letra e nënës tregonte se kishte edhe një sekret tjetër. Arditi vazhdoi të lexonte. Viktori nuk të braktisi sepse nuk të donte. Ai bëri diçka që nuk mund ta falja. Por nëse do ta tregoj, mund të shkatërroj gjithçka. Arditi u ngrys. Çfarë kishte bërë? Ai vazhdoi. Nëna e tij tregonte se 25 vite më parë, kur kishte zbuluar se ishte shtatzën, Viktori kishte qenë një nga biznesmenët më të fuqishëm të qytetit. Ai ishte i martuar dhe kishte 2 fëmijë të tjerë. Kur Mirela i kishte treguar se do të bëj baba, Viktori ishte frikësuar. Jo nga fëmia, por nga skandali. Ai i kishte ofruar para që të largohej nga qyteti dhe të mos tregonte kurrë se kush ishte babai. Mirela kishte refuzuar. Ajo kishte vendosur ta rriste fëmijën vet. Por pak ditë para lindjes, ndodhi diçka e tmerrshme. Makina e Mirelës ishte përplasur në një rrugë të izoluar. Ajo kishte mbietuar, por mjekët kishin thënë se foshnja ishte në rrezik. Viktori kishte ardhur në spital, dhe aty kishte marrë një vendim që do ta ndiqte gjithë jetën.
Ai kishte përdorur ndikimin e tij për të ndryshuar disa dokumente. Në regjistrat zyrtar, ai ishte deklaruar si gjyshi i fëmijës, ndërsa babai ishte lënë bosh. Arditi mbuloi gojen me dorë. Prap gjithë jetën, nuk mundi ta përfundonte fjalinë, por letra vazhdonte. Nuk ta tregova sepse doja të të mbroja. Viktori bëri një gabim të tmerrshëm, por ai ishte gjithmonë pranë teje. Të pagoj shkollën, të ndihmoj kur kishe nevojë, dhe çdo ditëlindje të shikonte nga larg, sepse kishte frikë se një ditë do të më humbiste mua dhe ty. Arditi filloi të qante. Ai kujtoi çdo ditëlindje, çdo dhuratë të shtrenjtë që gjyshi i kishte dhënë, çdo herë që Viktori e kishte pritur jashtë shkollës, çdo herë që e kishte pyetur nëse ishte mirë. Ai mendonte se plaku thjesht po sillej si një gjysh i kujdesshëm. Tani gjithçka kishte kuptim, por kishte edhe një pyetje. Pse Viktori po shiste vilen? Arditi lexoi rreshtat e fundit. Nëse një ditë ai e shet shtëpinë, mos e padit menjëherë. Ka diçka brenda saj që duhet ta gjesh. Arditi u ngrit menjëherë. Ai e dinte se duhet të kthehej në vilën e vjetër. Të nesërmen shkoi atje. Shtëpia ishte bosh. Dhoma e Viktorit ishte pothuajse e zbrazur. Arditi filloi të kërkonte. Hapi sirtarët, kontrolloi raftet, shikoi fotografitë. Asgjë. Pastaj kujtoi një fjalë nga letra. Ka diçka brenda saj. Ai u kthye drejt dhomës së vjetër të gjumit. Pas një dollapi të rënd gjeti një panel druri. E shtyu. Paneli u hap. Pas tij ishte një kuti metalike. Arditi e nxori. Brenda kishte dokumente, fotografi dhe një kaset të vjetër. Por mbi të gjitha ishte një zarf. Në zarf shkruhej: Arditit, vetëm pasi të kem vdekur. Arditi u step. Viktori ishte ende gjallë. Kjo do të thoshte se plaku kishte përgatitur diçka që duhej zbuluar vetëm pas vdekjes së tij. Por pse? Arditi e hapi zarfin. Brenda ishte një letër e shkruar nga Viktori. Vetëm një fjali ishte e nënvizuar. Unë nuk jam i vetmi që të kam gënjur për babain tënë. Arditi ngriti kokën. Në atë moment dëgjoi hapa pas tij. U kthye. Në derë shëndronte nëna e tij, Mirela. Ajo ishte zbehur. Çfarë po bën këtu? Arditi mbajti letrën në dorë. Po kërkoj të vërtetën. Mirela pa zarfin. Dhe fytyra e saj ndryshoi. Ardit mos e hap atë kuti. Pse? Ajo filloi të qante. Sepse nëse e hap do të mësosh atë që unë jam përpjekur ta fsheh për 25 vjet. Arditi u afrua. Çfarë? Mirela heshti gjatë. Pastaj tha: Viktori nuk është i vetmi që të ka fshehur një të vërtet. Babai yt biologjik mund të mos jetë ai që mendon. Arditi ngriu. Dhe pikërisht atëherë telefoni i tij ra. Ishte avokati. Ardit, rezultatet e Adnës kanë mbërritur. Ai nuk guxoi të pyeste. Por avokati tha: Duhet të vish menjëherë. Ka një problem serioz me rezultatin. Rezultati që askush nuk e priste. Arditi nuk foli për disa sekonda. Çfarë problemi? Në anën tjetër të telefonit, avokati heshti. Nuk dua të ta them në telefon. Eja këtu. Arditi doli nga vila pa i thënë asgjë nënës së tij. Gjatë gjithë rrugës, një pyetje i sillej në kokë. Nëse Viktori nuk ishte babai i tij biologjik, atëherë kush ishte? Kur mbërriti në zyrën e avokatit, ai gjeti Viktorin aty. 95 vjeçari ishte ulur në heshtje. Në duar mbante bastunin. Arditi u ndal para tij. Ti e dije? Viktori ngriti syt. Po. E dije që Adnia mund të mos përputhej. Plaku mori frym thellë. E dija që mund të ndodhte. Avokati hapi zarfin. Rezultati është përfundimtar. Ai vendosi dokumentin mbi tavolinë. Arditi e mori. Lexoi rreshtin e parë, pastaj të dytin. Dhe u zbe. Viktori nuk ishte babai i tij biologjik. Arditi ngriti syt. Atëherë kush është babai im? Viktori nuk përgjigjej. Më thuaj. Plaku filloi të qante. Nuk mundem. Pse? Sepse ai njeri ka vdekur. Arditi u ngrir. Kush? Viktori shtrëngoi duart. Vëllai im. Arditi nuk kuptoi. Çfarë po thua? Viktori e pa drejt në sy. Babai yt ishte vëllai im. Një heshtje e rëndë ra në dhomë. Arditi u ul. Praf, ti nuk je babai im. Jo. Dhe nuk je as gjyshi im. Viktori uli kokën. Jo. Arditi ndjeu sikur gjithë jeta e tij ishte ndërtuar mbi një gënjeshtër. Atëherë pse më quajte nip? Viktori u përgjigj. Sepse biologjikisht ti je nipi im. Arditi mbeti pa fjalë. Tani gjithçka dukej edhe më e ndërlikuar. Viktori kishte qenë vërtet gjyshi i tij, por dokumentet ishin manipuluar.
Babai i vërtet ishte vëllai i Viktorit, dhe ai kishte vdekur para se Arditi të linte. Por pse Mirela kishte thënë se babai i Arditit kishte vdekur? Pse Viktori kishte marrë përsipër rolin e babait? Dhe pse kishte fshehur gjithçka? Arditi u ngrit. Dua të di të gjithë historinë. Viktori heshti gjatë. Pastaj nxori nga xhepi një fotografi të vjetër. Në të ishin 3 persona. Viktori, Mirela dhe një burr tjetër. Arditi e pa dhe ndjeu një tronditje. Burri në fotografi kishte të njëjtët sy si ai. Ky është babai im. Viktori pohoi. Po, quhej Adrian. Arditi e mori fotografin. Pse nuk ma tregove kur? Viktori mbylli syt. Sepse Adrian nuk vdiq nga një aksident. Arditi ngriu. Si vdiq? Plaku nuk foli. Avokati uli kokën. Adriani vdiq natën kur ndodhi aksidenti i nënës tënde. Arditi u kthye nga Viktori. Çfarë ndodhi atë natë? Plaku filloi të qante. Adriani po vinte të takonte. Dhe makina e tij doli nga rruga. Ishte aksident? Viktori heshti. Arditi bërtiti. Ishte aksident. Plaku më në fund tha. Jo. Arditi u tërhoq një hap. Atëherë çfarë ishte? Viktori pa nga dritarja. Dikush e kishte manipuluar makinën. Dhoma u mbush me heshtje. Arditi ndjeu gjakun t'i ftohej. Kush? Viktori nuk u përgjigj. Në atë moment dera u hap. Ishte Mirela. Ajo kishte ardhur me një dosje në duar. Unë e di kush e bëri. Arditi u kthye. Ti? Mirela po qante. Po. Ajo vendosi dosjen mbi tavolinë. Por nëse ta tregoj, do të kuptosh pse unë dhe Viktori të kemi gënjur gjithë këto vite. Arditi hapi dosjen. Në faqen e parë ishte një raport policie i vjetër. Në faqen e fundit ishte emri i personit që ishte marrë në pyetje atë natë. Arditi lexoi emrin. Dhe u ngrir. Ishte emri i një personi që ai e njihte shumë mirë. Njeriu që kishte qenë pranë familjes së tij për 25 vjet. Njeriu që Arditi e kishte besuar më shumë se çdo tjetër. Dhe tani ai kuptoi se padia ndaj Viktorit kishte qenë vetëm fillimi. Sepse pas 25 vitesh e vërteta po dilte në dritë. Babai i tij nuk kishte vdekur thjesht nga një aksident. Ai ishte vrarë. E vërteta që i ndryshoi jetën. Arditi e mbajti raportin në duar dhe e lexoi emrin edhe një herë. Iliri. Ishte njeriu që kishte qenë pranë familjes së tyre për 25 vjet. Miku më i vjetër i Viktorit, këshilltari i tij i biznesit dhe personi që Arditi e kishte quajtur gjithmonë Xhaxha Iliri. Jo, pëshpëriti Arditi. Mirela shpërtheu në lot. Po, Ardit. Ishte ai. Viktori uli kokën. Por nuk e bëri vetëm. Arditi ngriti syt. Kush tjetër? Viktori heshti. Pastaj tregoi të vërtetën që kishte mbajtur të fshehur për çerek shekulli. Adriani, babai biologjik i Arditit, kishte zbuluar se Iliri po vinte miliona nga biznesi i familjes. Ai kishte vendosur ta denonconte. Natën kur po shkonte të takonte Mirelen, makina e tij ishte sabotuar. Adriani humbi jetën. Mirela mbijetoi. Dhe Viktori, i tmerruar se vrasësit mund të shkonin edhe pas Arditit, vendosi të heshte. Ai e regjistroi veten si gjyshi dhe e mbajti Arditin larg së vërtetës. Pse nuk e denoncove? Pyeti Arditi. Viktori ju përgjigj. Sepse nuk kisha prova. Dhe Iliri kishte njerëz kudo. Kisha frikë se do të humbisja edhe ty. Por Viktori nuk e kishte harruar kur atë natë. Për 25 vite kishte mbledhur prova në heshtje. Dhe ato prova ishin pikërisht në kutinë që Arditi kishte gjetur në vil. Fotografi, regjistrime, dokumente bankare dhe një regjistrim audio të bërë nga Adriani disa orë para vdekjes. Në regjistrim dëgjohej zëri i tij. Nëse më ndodh diçka, fajtor është Iliri. Arditi qëndroi i heshtur. Tani gjithçka ishte e qartë. Por kishte edhe një tjetër të vërtetë. Viktori nuk e kishte shitur vilën për të përfituar para. Ai po e shiste sepse kishte nevojë për para për të paguar një hetues privat dhe për të nxjerrë në dritë provat e fundit kundër Ilirit. Arditi e kuptoi se padia e tij kishte qenë një gabim. Ai ishte nisur për të luftuar kundër njeriut që mendonte se po i shkatëronte familjen. Por në të vërtetë Viktori kishte kaluar 25 vite duke u përpjekur ta mbronte. Disa ditë më vonë provat ju dorëzuan policisë. Iliri u arrestua. Hetimi rihapi çështjen e vjetër të vdekjes së Adrianit. Pas shumë vitesh, familja më në fund mori drejtësinë që kishte pritur. Por për Arditin, ndryshimi më i madh nuk ishte arrestimi i Ilirit. Ishte ajo që ndodhi mes tij dhe Viktorit. Një mbrëmje, Arditi shkoi ta vizitonte. Viktori ishte ulur pranë dritares.
Arditi u ul pranë tij. Për disa minuta nuk than asgjë. Pastaj Arditi foli. Kam një pyetje. Ma bëj. Pse më doje kaq shumë nëse kishe kaq shumë frikë të më tregoje të vërtetën? Viktori buzëqeshi me trishtim. Sepse ti ishe i vetmi kujtim që më kishte mbetur nga vëllai im. Arditi uli kokën. Pastaj e përqafoi. Për herë të parë në jetën e tij, ai nuk e përqafoi si gjysh. E përqafoi si njeriu që kishte mbajtur mbi supe sekretin e familjes për 25 vite. Disa muaj më vonë Arditi tërhoqi padin, por nuk e harroi kurrë atë ditë në gjykat, sepse ai kishte hyrë në sallë duke menduar se po padiste një burr 95 vjeçar që po i merrte familjes së tij gjithçka. Dhe kishte dalë prej saj duke zbuluar se njeriu që e kishte quajtur gjithë jetën gjysh kishte qenë buroja e tij. Dhe mbi të gjitha, ai kishte mësuar një mësim që nuk do ta harronte kurrë. Ndonjëherë njeriu që të ka gënjur më shumë nuk është domosdoshmërisht ai që të ka dashur më pak. Sepse disa të vërteta fshihen jo për të shkatëruar një jetë, por për ta mbrojtur atë.